Aksion policor në Prishtinë. 4 të arrestuar, ndërta 2 zyrtar të MPB-s. Një aksion policor është zhvilluar ditën e sotme në poligonin e qitjes Reload në Prishtinë pas dyshimeve për keqpërdorim të lejeve për armë. Sipas këtyre burimeve, njësitë e policisë kanë zbarkuar në poligonin e Reload dhe deri tani janë arrestuar 4 persona të dyshuar, të cilët janë Besim Haziri dhe Sanie Behrami, zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe Faton dhe Mehmet Gërbeshi, përfaqësues të poligonit Reload. Sinjali ka kontaktuar edhe me përfaqësues të poligonit, të cilët e kanë mohuar të kenë pasur ndonjë operacion të tillë. Ata gjithashtu kanë deklaruar se informacionet që po qarkullojnë janë të pavërteta. Nuk ka kurfar aksion në poligonin tonë. Edhe na dëgjojmë prej portaleve lajmet, s'ka kur gjë që na nuk jena kur gjë me deklaru. Gjersa veprimet procedurale janë duke vazhduar, pritet që rasti të trajtohet në koordinim me prokurorinë për veprimet e mëtejme.